Boksieri shqiptar Jurgen Uldedaj shpallet kampion bote. Boksieri shqiptar Jurgen Uldedaj shpallur kampion bote në peshën cruiserweight pas fitores me vendin unanim të gjyqtarëve ndaj kamerunasit Rolly Lambert Fogo. 120, 108, 118, 110, 119, 109. Në duelin e zhvilluar në O2 Arena të Londrës, boksieri kuqezir mbeu titullin e kategorisë IBO. Në një përballje të fortë ai rriti të triumfojë ndaj rivalit të tij duke marrë kurorën. Të dy boksierët u treguan mjaft taktik në ring, por boksieri nga Lezhë ishte më agresiv, sidomos në raundin e parë ku edhe ndërtoi fitoren e tij. Më pas, 23 vjeçari Uldedaj arriti të mbrojë avantazhin dhe të ngrej lart flamurin kuqezi në mes të Londrës. Reagimi Jurgen Uldedaj pas triumfit, kampioni botës IBO, ëndra u bë realitet. Sot është dita që ka më ndëruar gjithë jetën time. Pas shumë viteve sakrificë, mundi dhe besimi në Zot, u shpalla kampioni botës IBO në peshën cruiser. Ky titull nuk është vetëm imi, është për gjithë shqiptarët kudo që janë, për ata që besuan tek unë, për ata që më mbështetën dhe për çdo djalë apo vajzë që ka një ëndër. Asgjë nuk është e pamundur nëse nuk dorëzohesh. Faleminderit ekipit tim, familjes, trajnerëve dhe çdo personi që ka qenë pjesë e këtij rrugëtimi. Sot shkruam historinë për Shqipërinë.